Ajetet nga 1 deri te ajeti 15. Bismillahirrahmanirrahim. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit, betohem në ato që dërgohen njëra pas tjetrës, betohem në ato që shpejtojnë shtrëngatën, betohem në ato që shpërndajnë shiun, betohem në ato që ndajnë saktësisht, betohem në ato që përcjellin këshilla, si shfaqësim apo paralajmërim. Në të vërtetë ajo që ju është premtuar do të bëhet kur yjet të shuhen dhe kur qielli të çahet, dhe kur malet të thërmohen si pluhur, dhe kur të dërguarit të tubohen në kohën e caktuar, në cilën ditë do të ndodhin të gjitha këto, në ditën e ndarjes vendimtare. Kush vallë do të ta shpjegoj se ç'është dita e ndarjes vendimtare, mirë për gënjeshtruesit në atë ditë. Komentimi. Premtimet e Allahut janë të vërteta mirë për gënjeshtruesit. Në 5 ajetet e para të kësaj sure janë përmendur 5 betime për të cilët komentuesit kanë diskutuar shumë. Në fillim thuhet betohem në ato që dërgohen njëra pas tjetrës, betohem në ato që shpejtojnë shtrëngatën, betohem në ato që shpërndajnë shiun, betohem në ato që ndajnë saktësisht, betohem në ato që përcjellin këshilla, si shfaqësim apo paralajmërim. Tani le të shohim se cili është kuptimi këtyre betimeve të paqarta dhe për cilat çështje të rëndësishme na informojnë. 3 janë komentimet më të njohura. 1. Të gjitha këto betime flasin për errra dhe tufane që kanë një rol ndikues në shumë prej çështjeve të rëndësishme të botës natyrore, prandaj kuptimi i ajetit do të ishte i tillë: betohem në errra që fryjnë njëra pas tjetrës. Betohem në stuhit e forta që lëvizin me shpejtësi të lartë, betohem në ato që i përhapin rreth dhe lëshojnë pikat e shiut jetë dhënës mbi fushat e thara, betohem në ato që i shpërndajnë rreth pas rënies së shiut, betohem në këto errra që me anë të këtij funksioni i bëjnë njerëzit të mendojnë për Allahun. Disa të tjerë fjalin betohem në ato që shpejtojnë shtrëngatën e kanë konsideruar aludim për shtrëngatat e dënimit kundrejt errërave jetë dhënëse të kësaj bote, të cilat po ashtu bëhen shkak i kujtimit dhe i ndërgjegjësimit. 2. Të gjitha këto betime u referohen engjëjve të Allahut, që do të thotë betohem në engjëjt që në mënyrë të njëpasnjëshme u janë dërguar profetëve apo engjëjt që janë dërguar me programe të qarta dhe të njohura. Betohem në ata që si shtrëngatat me shpejtësi maksimale shkojnë pas misionit të tyre. Betohem në ata që u hapin dhe kumtojnë profetëve ajetet e librave qiellor. Betohem në ata që me anë të kësaj vepre ndajnë të vërtetën nga e pavërteta, nga fallësiteti. Betohem në ata që kujtimin e Allahut dhe urdhrat e tij u sjellin profetëve. 3. Betimi i parë dhe i dytë i referohet çështjes së errërave dhe shtrëngatave, betimi i tretë, i katërt dhe i pestë i referohet përhapjes, komunikimit të ajeteve të Allahut përmes engjëjve dhe më pas ndarjen e të vërtetës nga e pavërteta, në fund mbjellja e kujtimit dhe e urdhrave, ligjeve hyjnore te profetët me qëllim mbarimin e argumenteve dhe paralajmërimit. Ajo që mund të shërbejë si dëshmi për komentimin e tretë është: së pari, ndarja e betimeve në këto ajete në 2 grupe është bërë me anë të lidhësës wow, ndërkohë që në ajetet e tjera ndarjet janë bërë me anë të pjesës f, që është argumenti ndërlidhjes dhe bashkëngjitjes së tyre. Së dyti, ashtu siç do ta vërejmë edhe në vazhdim, të gjitha këto betime flasin për çështjen që është përmendur në ajetin e 7, pra për vërtetësinë dhe besueshmërinë e ringjalljes, ndërkohë ne e dimë se në prag të ringjalljes në botë do të ndodhin ndryshime të mëdha, errërat e forta dhe shtrëngata tërmet dhe ngjarje tronditëse nga një anë dhe nga ana tjetër formimi i gjykatës hyjnore ku engjëjt do të shpalosin librat e veprave të njerëzve, do të ndajnë besimtarët prej jo besimtarëve dhe do të komunikojnë vendimin e Zotit sipas veprave të kryera. Në qoftë se betimet e lartë përmendura që ishin në 5 në numër shpjegohen sipas këtij interpretimi, do të kishte përshtatje me ç'është betuar dhe në këtë këndvështrim komentimi i fundit ka përparësi. Fjala dhikrun në fjalin betohem në ato që përcjellin këshilla ose tregon dijet dhe shkencat që u janë përcjell profetëve, ose janë ajetet që u janë zbritur atyre. Dim se në ajetet kuranore për vetë Kuranin është përdorur fjala dhikr, po këtë e lexojmë dhe në ajetin 6 të surës El Hijr: o ti që të shpall për kujtimi, Kurani me të vërtetë ti je i çmendur. Përdorimi i fjalës El Mulkiat në numrin shumës është bërë sepse engjëllin e shpalljes, Xhebrailin, ndonjëherë shoqëronte një grup i madh engjësh. Në ajetin 15 të surës Abese thuhet: në duar të udhëtuesve, ajetet kuranore
ju zbritën profetit e Islamit, pra bëhet fjalë për shumë engjëj. Tani duhet të shohim se cili është synimi i këtyre betimeve. Në ajetin vijues qartësohet ky kuptim, në të vërtetë ajo që ju është premtuar do të bëhet. Ringjallja dhe sjellja në shesh, shpërblimi dhe dënimi, llogaria dhe gjykimi, që të gjitha janë të vërteta dhe nuk ka asnjë dyshim për to. Disa të tjerë gjithashtu këtë e konsiderojnë si treguese për të gjitha premtimet e Allahut, përfshirë premtimet që janë dhënë ndaj të mirëve dhe të këqive në këtë botë apo në ahiret, por ajetet në vijim na e bëjnë të qartë se me këtë synohet vetëm premtimi i Kiametit. Edhe pse në këtë ajet nuk ka asnjë arsyetim për ringjalljen dhe është mjaftuar vetëm me pretendim, interesante është se në betimet pararendëse janë përmendur argumente për ringjalljen, si për shembull gjallërimi i tokave të vdekura me anë të zbritjes së shiut, që është shembull nga skena e Kiametit. Po ashtu zbritja e ligjeve hyjnore, profetëve dhe dërgimi i profetëve nuk do të kishte kuptim pa ringjalljen. Kjo tregon se premtimi për ringjalljen është i vërtetë dhe i patjetërsueshëm. Kjo çështje gjithashtu është përmendur dhe në ajetin 23 të surës Adh-Dhariyat, pasha Zotin e qiellit e të tokës, risku juaj është i vërtetë ashtu siç është e vërtetë se ju flisni. Betimi në Rabbun tregon për kujdestarinë dhe sundimin e Allahut dhe drejtimin e tij në botën krijuese, kërkon që robët të mos i lej pa risk dhe ushqim. Më pas ajeti përmend shenjat e asaj dite të premtuar, kur yjet të shuhen dhe kur qielli të çahet dhe kur malet të thërmohen si pluhur. Fjala tumiset rrjedh nga fjala tamsun dhe tregon heqjen e gjurmëve të një gjëje. Këtu ka mundësi të flas për shuarjen e dritës së yjeve apo shkatrimin e tyre. Komentimi i parë është më i përshtatshëm, ashtu siç thuhet dhe në ajetin 2 të surës At-Takwir, dhe kur yjet të jenë eklipsuar, shkapërderdhur. Fjala nufiset rrjedh nga fjala nefson dhe tregon hedhjen e farrave të ushqimit në sit dhe tundjen e tyre, derisa lëvorja e tyre të ndahet nga kokrat. Këtu është në kuptimin e tretjes më pas hedhjes në erë të maleve. Në thelb nga ajete të shumta kuranore përftohet se fundi i kësaj bote do të shoqërohet me një seri tragjedish shumë të frikshme dhe tronditëse, të cilat do ta shkatrojnë gjithë rendin e saj dhe atë do ta zëvendësojë bota e ahiretit me një rend të ri. Këto tragjedi do t'jenë aq të çuditshme dhe të frikshme sa nuk mund të përshkruhen. Valla përshkruhen ndodhi që i lëvizin malet nga vendi dhe i përplasin aq fort, sa që shndrohen në pluhur dhe i kthen ato në formën e leshit të rrahur dhe të shtypur. Komentuesit shprehen se madhështia e këtyre ngjarjeve është në atë shkallë sa që tërmetet më të mëdha të cilat njeriu i ka parë me sytë e tij konsiderohen si fishek zjarr me të cilat luajnë fëmijët dhe i shpërthejnë në krahasim me bombën më të madhe atomike. Sidoqoftë, këto shprehje kuranore janë argument për ndryshimin e madh që ekziston mes rendit të ahiretit dhe rendit të kësaj bote. Në vazhdim ajeti tregon një prej skenave të ringjalljes, kur të dërguarit të tubohen në kohën e caktuar për të dhënë dëshmi. Në ajetin 6 të surës El Araf, ne patjetër do të marrim në përgjegjësi ata të cilëve u është dërguar profet, e do t'i marrim në pyetje edhe të dërguarit. Më pas ajeti shton në cilën ditë do të ndodhin të gjitha këto, në ditën e ndarjes vendimtare. Dita e ndarjes së të vërtetës nga e pavërteta, e ndarjes së rreshtave të besimtarëve nga jo besimtarët, e vepërmirëve nga vepërkeqinjt, dhe ditës së gjykimit absolut të Allahut ndaj të gjithëve. Këto pyetje dhe përgjigje janë për të shprehur madhështinë e asaj dite të madhe e ditës së ndarjeve. Më pas, për të shprehur madhështinë e asaj dite, ajeti shton kush vallë do të ta shpjegojë se ç'është dita e ndarjes vendimtare. Kur edhe profeti me gjitha të dituritë të gjerë, me atë shikim të mprehtë me të cilin vëzhgonte të fshehta të mos jetë në dieni për dimensionet e madhështisë asaj dite, është e qartë gjendja e njerëzve të tjerë, ashtu siç e kemi diskutuar edhe shumë herë të tjera, perceptimi të gjitha sekreteve të madhërishme të Kiametit për banorët e kësaj bote është i pamundur. Në ajetin e fundit të diskutimit ton për gënjeshtruesit e asaj dite të madhe, kërcënohen ashpër, atyre u thuhet mirë për gënjeshtruesin atë ditë, fjalën wailun. Disa e kanë interpretuar në kuptimin shkatrim, disa të tjerë në kuptimin lloje dënimi dhe disa të tjerë në kuptimin luginë e mbushur me dënime dhe vuajtje në xhehenem. Kjo fjalë zakonisht përdoret për ngjarjet e tmerrshme. Këtu tregon fatin e dhimbshëm të përgënjeshtruesve të asaj dite. Fjala mukedhibin tregon ata që e kanë përgënjeshtruar Kiametin, ndihmsa ai që nuk beson në Kiamet, në gjykatën e drejtë hyjnore, në llogarinë dhe dënimin e asaj dite, shumë lehtë mund të përlyhet edhe të përfshihet në çdo lloj mëkati, në çdo dhunë dhe padrejtësi, kurse besimi i fortë ndaj asaj dite i jep njeriu ndjenjën e angazhimit, të përgjegjësisë dhe të devotshmërisë. Ulumtim. Përmbajtja e këtyre betimeve.
Në ajetet e lartë përmendura së pari është bërbatimi për erëra të forta dhe shtrëngata. Kjo tregon rolin e rëndësishëm që ato kanë në botën e krijuar. Ato i vënë në lëvizje re, më pas ato i bashkon mbi kokat e thara dhe të vdekura dhe pas rënies së shiut prap ato shpërndahen. Farat e bimëve i shpërndajnë nga një vend në tjetër dhe krijojnë pyje dhe kullota. Shumë prej luleve dhe frutave i fekondojnë dhe ajrin e ngrohtë dhe të ftohtë e çojnë në vende të tjera të tokës dhe e moderojnë motin. Ajrin e gjallë dhe plot oksigjen nga fushat dhe shkretë të tjera të dërgojnë në qytete, kurse ajrin e ndotur e marrin dhe e dërgojnë për pastrim në shkretë të tjerë. Ujërat e deteve i bëjnë të stuhishme dhe të trazuara dhe i mbushin me oksigjen për organizmat, për gjallësat e gjalla. Erërat dhe flladet kanë funksione të mëdha dhe kryejnë shërbime jetike në këtë botë. Pjesa tjetër e këtyre betimeve të cilat flasin për zbritjen e shpalljes nëpërmjet engjëjve në botën shpirtërore, gjithashtu ka kuptim të ngjashëm me fryrjen e flladit në botën materiale. Fjalët e shpalljes që janë jetëdhënëse si pikat e shiut, engjëjt i mbjellin në zemrën e profetëve siç mbillen lulet dhe frutat e njohurive hyjnore, siç mbillet devotshmëria në zemra. Në këtë kuptim është betimi i Allahut të madhëruar në kultivuesit e botës materiale dhe në kultivuesit e botës shpirtërore. Interesant është fakti se të gjitha këto betime janë bërë për të përshkruar vërtetësinë e asaj dite ku të gjitha këto përpjekje do të japin frytet e tyre, pra për ditën e Kiametit, ditën e ndarjes.